thirrja në fenë Allahut subhanahu wa taala është prej shkaqeve më të mëdha që të bëjnë të jesh i qëndrueshëm në rrugën e drejtë. Sepse kjo është rruga e pejgamberëve të Allahut në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala kur i drejtohet Muhamedit alayhis salam, thot: "Kul hadhihi sabili", thuaj kjo është rruga ime, thuaj o Muhammed, kjo është rruga ime. Ad'u ila Allahi, unë thras për tek Allahu subhanahu wa taala. Ala basira do me thonë me argumente, me dituri. Nuk thras me ignorancë për tek Allahu, po me dituri dhe me argumente. Ana wa man ittabani, unë dhe ai që vjen pas meje. Unë dhe ai që vjen pas meje, thot pejgamberi alayhis salam, e kemi rrugë që të thrasim në fenë Allahut subhanahu wa taala. Nëse një njeri nuk mundohet, me aq sa ka mundësi, me aq sa ka kapacitet dhe dituri, që të thras në fenë Allahut subhanahu wa taala, kjo tregon për mangësinë e imanit të tij. Kjo tregon për mangësinë e imanit të tij, sepse ai që është i bindur se xhehenemi ekziston dhe se njerëzit do të futen në xhehenem, nuk ka mundësi të ri zemra rahat duke e pa dikënd familjes së tij apo shokun e tij apo njerëzin përgjithësi se janë nisë për rrugës për në xhehenem, e ai mos mundohet që t'i shpëtoj. Aksidente thjeshta në rrugë. Nëse dikush është në rrezik, njerëzit intervenojnë. Andaj nëse dikush nuk intervenon kur njerëzit janë nisë për rrugën në xhehenem, tregon se ai ka dy probleme. Ose bindjen nuk e ka shumë të fuqishme, ose ka mangësi të mëdha në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Sepse përndryshe do të ndërmerrte ndonjë hap që t'i shpëtoj ata njerëz nga rruga e xhehenemit. Nuk ka mundësi njeriu t'i shet dikon duke shkuar në shkatrim dhe mos të mundohet që ta shpëtoj. Andaj Allahu subhanahu wa taala thot: ju ishit umeti më i mirë. Kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas. Ju ishit umeti më i mirë që keni dal për njerëzit. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Pse? Sepse urdhronin të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Çdo vepër e besimtarit, nëse dikujt i duket si diçka e keqe apo si ekstremizëm, sepse nuk po e lën që dikush të shfaq ndonjë devim haptazi, ajo është në realitet mëshirë për ata dhe mëshirë për shoqërinë. E kemi rastin tash ka ndodhin në Prishtinë, domethënë. Para mendoni, sulmohen vlerat tona në një kohë kur rrezikohet një pjesë e Kosovës prej armiqve dhe ata bien vendime se do ta marrin, do ta bëjnë, domethënë, të tyren apo që të ketë autonomi të tyren e kështu me radhë. Ne kemi probleme të mëdha, dikush mundohet që prej mrendat na shkatroj duke u aprishur moralin rinis ton. Andaj ata djemtri që e morën atë hap të guximshëm dhe hap shumë paqësor, nuk kishte ndonjë dhunë ndaj njerëzve aty. Dikush i etiketon si ekstremista apo si diçka tjetër. Turp të juvi, edhe herojt tanë kombëtar të kishin qenë gjallë dhe ta bënin të njëjtën vepër. Unë jam i bindur se Adem Jashari të kishte qenë gjallë, apo edhe herojt e mëparshëm, nëse do ta shihnin një dukuri të tillë, do ta bënin të njëjtën vepër.